Kemi nderin dhe kënaqësinë që sot me neve është Saranda Balaj, agjenteja e shitjes së patundshmërive. Për të folur mbi këtë temë më shumë, do të flasim sot me Sarandën për të kuptuar këtë çështje më mirë. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi Ekzona, faleminderit shumë për ftesën dhe gjithmonë është kënaqësi që të vim këtu dhe të bisedojmë dhe të informojmë qytetarët sa më shumë për më të rejat sa i përket patundshmërive. Mirë se erdhe edhe një herë dhe faleminderit që je në emisionin e mëngjesit sot për të bashkëbiseduar për këtë temë që ne kemi përzgjedhur sot. Së fundmi ka ndryshuar edhe ligji për legalizimin dhe kisha dashur të pyes më tepër si e sheh ti këtë pjesë. Ka ndryshuar ligji për legalizimin e pronave, kështu që Ministria së fundi ka publikuar dhe në faqen zyrtare pamje ortofoto të cilat janë të qasshme për të gjithë qytetarët, normalisht pamjet normale, ndërsa ato 3D janë të qasshme vetëm për organet shtetërore. Momentalisht në Maltëzi, sa objekte të pa legalizuara janë? Sipas raportit të fundit nga Ministria, në Maltëzi ekzistojnë 120.000 objekte të palegalizuara. Le të marrim një shembull, sepse e dim që kohës së fundit ndërtimi është në një stad tjetër, mund të themi nga vitet që po lem pas, dhe sidomos edhe në vendet bregdetare, aty ka dhe më shumë ndërtime dhe këto gjëra janë duke ecur më shpejt dhe më shumë. Më tregon një person që ka dëshirë të legalizoj një shtëpi rreth 200 metra katror. Si ja bën dhe si është situata për këtë çështje? Atëherë, procesi legalizimit shkon në disa faza, të cilat do t'i përmendim pak më vonë, por sa i përket kostos për një shtëpi, për shembull 200 metra katror, atëherë kjo varion pak edhe nga faktorët tjerë, për shembull siç është lokacioni. Varësisht për lokacionit, nuk është që ka ndoshta shumë dallim të madh në kosto, mirë po është sadopak një dallim. Për shembull, për një shtëpi 200 metra katror mund të jetë kostoja mujore nga 20 deri në 30 euro për 30 vite. Domethënë 20-30 euro në muaj për një periudhë kohore deri në 30 vite. Sipas teje, ti që merresh çdo ditë dhe punon me këtë punë, duhet të legalizohen ndërtesat që janë në shtesa? Patjetër, kjo është një dukuri shumë e përhapur, jo vetëm në Olqen, por në gjithë malin e Zi, ku ndërtesat ndërtojnë më shumë se sa që kanë pasur planin nga fillimi, dhe patjetër që ato duhet të legalizohen, sepse nëse nuk legalizohen, duhet patjetër të rënohen. Çfarë do të ndodhë me ndërtesat pas pamjes në ortofoto? Sipas Ministrisë, ndërtesat pas pamjeve ortofoto, ato duhet të rënohen të gjitha. Çfarë dokumentacioni duhet të ketë për kërkesën e legalizimit? Atëherë që një person ta legalizojë objektin e vet, duhet të ketë disa dokumente, duke filluar së pari nga elaborati i gjeodezisë, pastaj vjen vula e katastrës, pastaj duhet të vendoset në listën e katastres, të duhet të jetë deklarata e notarizuar, si dhe të jenë fotografit 3D në 4 anet e objektit. Le të ndalemi pak edhe tek pronat shtetërore. Çfarë mund të ndodhë me ato prona shtetërore nëse nuk dorëzohet kërkesa dhe ato qytetarët apo duan të punojnë në të? Ato objekte automatikisht kalojnë në pronësi shtetërore, nëse nuk dorëzohet kërkesa deri në afatin e caktuar nga Ministria. Është një afat është një afat kohor dhe si duhet të veprojnë qytetarët për ta marrë këtë? Po, afati është caktuar nga Ministria deri me 1 shkurt të vitit 2026. A mund të shitet një objekt i pa legalizuar dhe a keni raste të tilla? Jo, absolutisht jo. Nuk mund të shitet asnjë objekt i cili nuk e ka kaluar fazën e legalizimit dhe për këtë arsye ka ndikuar edhe në çmimin e patundshmërive. Si ndikon ligji në tregun e patundshmërive? Ky ndryshim i ligjit ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në tregun e patundshmërive,
për shkak se nëse deri dje kemi shitur dhe kemi pasur të drejtë të shesim edhe objektet e palegalizuara, tani më nuk është e mundshme dhe për këtë arsye ky ndryshim i ligjit ka bërë që objekteve të legalizuara t'ju rritet vlera shumë dhe të ndryshojnë çmimet shumë. Për shembull, nëse deri para 3-4 muajve ti ke pasur mundësi të blesh ndoshta banesë ose ndonjë shtëpi të palegalizuara, çmimi ka qenë shumë më i ulët për shkak se konkurrenca ka qenë shumë e madhe, ndërsa tani konkurrenca është më e vogël për shkak se objektet e legalizuara janë më pak dhe për këtë arsye çmimi i tyre është rritur më shumë. Mirë po, unë besoj që ligji për legalizim do ta rregullojë shumë shpejt këtë çështje, se pastaj kur të legalizohen të gjitha, edhe çmimet do të normalizohen. Keni situata dhe si e presin të huajt që duan të vinë në Ulqen për të blerë, si e kanë pritur këtë ligj? Them të drejtën, kjo ka ndikuar pak keq, për shkak se nëse të huajt vinë vetëm për një periudhë të caktuar kohore dhe nuk kanë kohë që të merren me çështje legale. Kështu që unë i ftoj të gjithë qytetarët dhe sidomos ata që dojnë të blejnë ose të investojnë në Ulqen, që të na vizitojnë në zyret tona. Ne gjendemi në 3 zyre, në bulevard Teuta, në plazhën e vogël, si dhe përballë komunës, dhe ne mund t'ja shpjegojmë të gjitha çështjet legale të cilat janë proceset e legalizimit, si dhe të gjitha ofertat më të volitshme që janë në tregun e patundshmërive. Ne ju urojmë shumë suksese dhe faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, për t'i bashkëbiseduar shkurtimisht të gjitha këto risi që i ka sjellur ndoshta edhe shteti i Malit të Zi për këto ligjet dhe e patundshmërive dhe të ndërtimeve. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.